Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana edhe sot kemi një video pak kështu ndryshe. Kemi një video nga to 24 orëshe. Edhe sot vendosa të provoj për herë të parë të kontrolloj jetën time ChatGPT, siç mund të keni parë edhe nga titulli. Por unë erdha këtu që të shpjegoj nga 1, 2, 3 persona nga ju që mund të mos e dini ChatGPT-n, t'ju them ç'është. ChatGPT që thoni juve është një chat që funksionon me inteligjencë artificiale. Kështu që mund të themi që është shumë e zgjuar nga njerëzit. Ka gjithë informacionin e internetit të mbledhur në një chat. Kështu që ti shkon atje edhe e pyet ChatGPT-n çdo lloj gjëje. Jam e sëmur, kam dhimbje koke, çat bëj? Kush është ajo këngëtarja e njohur, për shembull? Edhe të thot kush është, çka ka bërë në jetën e saj, domethënë të përgjigjet në çdo pyetje që mund të kesh në këtë jetë. Prandaj unë sot vendosa ta pyes, po ka mundësi të më krijoj mua një rutinë brenda ditës, edhe më pyeti dhe çfarë punë bëj që ta formoj rutinën që do krijoj në bazë të çfarë bëj unë, me çfarë merrem, domethënë në jetën time, edhe i shkruajte që jam një content creator, domethënë një influencer që merret me rrjetet sociale, edhe më krijovi një program të cilin do e ndjek në këtë video për 24 orë. Por unë do ju le që të shikoni si e fillova ditën me ChatGPT-n. Mirëmëngjes. Ora është 8 e mëngjesit. Nuk e besoj dot që po e bëj këtë gjë te vetja ime. 7:59 është ora. Unë kam fjetur 4 orë gjumë sepse dje dola, diçka që tani kuptoj që nuk ishte fare ide e mirë. U ktheva vonë, edhe tani nuk po më hapen syt. Unë jam personi që zgjedh nga ora 10, 11, në 8 sigurt jo. ChatGPT-ja nuk e di pse më zgjovi kaq herët. Mund të isha zgjuar edhe nga ora 10. Më tha 8. Të zjava, që të bëjmë tani? Gjëja e parë që duhet bëj është të vë muzikë të lehtë, të bëj 5 minuta stretching edhe të pi ujë me limon, edhe të bëj pastrimin tim personal edhe të vishem sportive. Ajo që duhet bëj unë është çojemi të vë muzikë të lehtë. Do filloj me pastrimin personal, që është gjëja e parë që bëj barabart çdo ditë që zgjohem. Laj fytyrën, laj dhëmkat e mia dhe krema që të nis ditën me një lëkurë të pastër dhe të hidratuar. Vazhdoj me ujin me limon. Sigur e dinte mami, ma ka lënë limonin këtu gati të prerë në mes. Uji me limon mua ma shpif, sidomos në mëngjes, sa jam zgjuar. Më vjen pak për të vjellë, po do e bëj për sot. Po në përgjithësi, ujin kur e pi, nuk e dua as me shije, as me limona brenda, as me kastraveca brenda, as me lule shtrydhe brenda. Ujin e dua ujë, pastaj gjithë të tjerat, po dua të pi diçka që të ketë shije, do pi një mita vlla. Nuk do pi ujë tani me limon, apo ujë me ku e di unë. Domethënë nuk ka kuptim te mendja ime. Po ChatGPT-ja foli, edhe unë do dëgjoj, si vajzë e mirë që jam. Sepse ChatGPT-ja më ka kërkuar të bëj 5 minuta stretching, që nuk e para kuptoj, domethënë jam kështu, çfarë stretching duhet të bëj? Pse po e bëj? A zoti i madh. Nuk e di, po e bën ndonjë njeri këtë gjë te programi vet, domethënë zgjoj ndonjë njeri vërtet edhe bën stretching. Këto mund t'i bëj para se të shkoj në palestër, po, okej. Kur jam në palestër, kur kam mbaruar me gjimnastikën time që të relaksojnë musklat, t'i bëj, po. Po tani, pse? Nuk e di. Keni parë njëri tjetër të bëj stretching me bizhame? Mund të jem e para. Ka erdhur ora të gjej të vesh diçka sportive. Se kështu më tha ChatGPT-ja.
një pantallonka të zeza, bra nga lart, edhe do vesh edhe këtë xhaketë këndime që është sportive, fix për rastin. Po vesh xhupin tim, sepse do dal nga shtëpia, sepse ChatGPT-ja më tha që duhet të stërvitem. Edhe më shkrojti të shkoj ose në palestër, ose të bëj stërvitje në shtëpi, ose të bëj ecje në natyrë. Sot palestra ime është mbyllur, kështu që zgjodha të bëj një ecje në natyrë, të shkojmë në park bashk, të ecim deri lart që ka një si tip malore, edhe pastaj të zbresim, prandaj more edhe kufjet e mia, të bëj pak muzikë, të më jap pak motivim, po vesh edhe xhupin se po bën akoma pak ftohtë, është edhe mëngjes, edhe se jam zgjuar, edhe jam pak. Ndërkohë do dal kështu. Nuk jam lyer fare, nuk kam bërë asgjë, sepse ChatGPT-ja nuk më tha as të lyem, as të bëjmë gati, as asgjë, kështu që unë siç u zgjova, kështu do dal. Nuk na intereson edhe shumë. Kështu që veshim këpucët edhe ikim për në makinë. You know we're close, our friends, so many people surround me. And now everything's something I told you 2 weeks ago. It means nothing. Sa arrita lart e mali, ja si duket pamja nga këtu. Re bukur ishte, me thënë dhe beja prap. Nuk e beja me zor, fare. Kalova bukur. Kisha vënë muzikë në veshje, hecja, ka edhe diell, ka edhe kohë të mirë sot. Edhe më pëlqen, ndjem që më jep energji, edhe gjithë këto i kam bërë pa kafe, dua t'ju them. Kjo është më e rëndësishmja. Nuk kam pirë kafe sot, edhe kam pjetur veç 4 orë. Nuk e di si e kam bërë këtë gjë. Do desha të pi kafe pastaj, po më duket ChatGPT-ja nuk më ka shkruar për kafe. Edhe disi nuk e di si do ja dal brenda ditës pa kafe, se okay tani, mëngjesi do kaloj. Pastaj në drek që do filloj të dua të flegjum, ç'do bëj pastaj? Plus është e shtunë. Edhe është edhe 9 e mëngjesit, 9:30 më duket ka vajtur tani, ka kaluar gjysmore, që atëherë që kam erdhur. Edhe parku është bosh, ka shumë pak njerëz, se normale shtunë është, pastaj do mbushet parku, po tani në këtë orar, perfekt, E vërteta është që nuk më pëlqen fare të zjem në mëngjes, sidomos kur nuk kam fjetur mirë në darkë, por nga ana tjetër, kur zjohem edhe bëj, më pëlqen shumë. Se pastaj dita jote fillon, domethënë ndihesh shumë produktive kur zjesh në këtë orar, edhe ke edhe gjithë ditën para të bësh çdo gjë që ti do. I like it. Sa u ktheva në shtëpi, ora ka vajtur 10, edhe shikoni, kam bër 5023 hapa. Kush më thot që unë nuk hec, që unë nuk stërvitem, ja ku i kam gjithë provat me këtë telefon, i thot të gjitha. Ja dola, tani ndje me këputur ndërkohë se nuk kam ngrënë asgjë, se programi nuk më ka thënë akoma të haj diçka, kështu që unë jam pa ngrënë, kaq orë. Tani për tani, programi më thot të hy të bëj një banjë, edhe pastaj të vishem, të vesh robe që do më bëjnë të ndjem bukur, të më japin edhe motivim për ditën time. Kështu që një herë dush, do bëj veç trupin, sepse flokët i lava dje. Shikoni re, i bëre dje ndar kaçurelka. Janë akoma shumë nice. Nuk kanë rënë, po nuk kanë rënë edhe kaq. Domethënë duket kaçurelja. Ikim për banjë. Veshja e shtëpis është gati, siç më sugjerovi çati, vesha një outfit cute, por edhe të rehatshme, se jam në shtëpi, ti jem edhe rehat, tani mos ri në siklet. Kam veshur të bardhkat e mia, tuta të bardha, bluzën të zezë që të bëj pak kontrast, edhe nga lart xhaketën time të bardhën, e cila është e re. E mora edhe këtë në Sinsei, herën e fundit që vajta me gocat, thjesht kisha haruar t'ja tregoj. Edhe mora sepse desha një xhaketë të bardhë, se pash këtë thasha e bukur. Edhe bënte vetëm 7 euro. Thash, okay, duhet ta marr. Për 7 euro ja vlen. Më thoni që ja vlen, që të ndihem më mirë. Ka edhe këtë këtu në anë që thot Tennis Club, sepse un jam nga tenista të famshëm në këtë shtet. Është edhe ngrotka, është me push brenda, shumë mirë, shumë nice. Do lëvizemi, do shkojmë në kuzhinë, sepse më në fund është ora të hajmë diçka, se dhe unë vdiqare, po më hajt. Që thoni, çati më ka sugjeruar të haj për mëngjes vezë dhe smoothie ose tërshër me fruta, diçka të tillë. Unë tërshër nuk haj, nuk më pëlqen.
Okej, prandaj do zgjedh të haj vezë bashkë me smoothie. Që këto të dyja bashkë, kur I mendoj, nuk kanë lidhje. Se smoothie është diçka e ëmbël, veza është diçka e kripur, edhe nuk më shkojnë bashkë te truri im. Po besoj me shkretit se janë të dyja të shëndetshëm, edhe kanë proteina e të gjitha këto gjëra. Le të bëjmë një smoothie. Po shikoj çfarë fruta kemi në këtë shtëpi që mundem të përdor. Po shoh tani këtu që kemi dardh, kemi dhe moll, edhe kam edhe në frigorifer një mix frutash të kuqe, ka brenda më duket luleshtrydhe dhe raspberries, ato manaferat. Kështu që më duket mundem ta bëj. Prisni të shoh, të kontrolloj. Yes. Ja qa ka brenda. Edhe këto, e vërtet është që janë fantastike, sepse I ve në ngrirje, më thënë nuk prishën kollaj. Edhe kur do, I heq, ve pak të smoothie, I ve prap të ngrirja. Sepse unë kur I marr të freskëta, derisa të kujtohem mund të bëj një smoothie të pi, e prishën çdo herë. Kështu që kjo është një zgjidhje shumë e mirë. Do sugjeroj, po bëni smoothie e gjëra kështu të shëndetshme, të pini të hani. Duhet të marr blenderin, sa po përtoj të bëj çdo gjë. Do deshe idealisht ti kisha gati tani. Do të thënë ti kisha këtu vezën, ti kisha dhe smoothien edhe thjesht të haje të pija. Por kjo gjë nuk bëhet. Veç po u bëra super e famshme edhe me lek. Super lek, që të kem një njeri që të më gatoj në shtëpi. Ju lutem bëni një subscribe, sepse ëndrat janë ëndra. Mund të arri një ditë të kem miliona followers. Do qaj. Këtu brenda do t'i ve frutat. Nuk më intereson edhe shumë. Duhet t'i pres tani. Gjit! Mundem si njeri të mos I bëj këtë gjëra. Desha t'i tregoj se u gëzova që gjet edhe pak anana në frigorifer, një copë. Do ta vej edhe këtë brenda në smoothie, besoj do dale mirë, do jap shije të mirë. Po nuk e shkatrova shtëpinë para se ta bëj këtë smoothie. Ma në fund do haj mëngjes. Bara 2 thelpa e buk me vezë. I zhyta në vezë, I vura pastaj në tigan edhe I poqa, kaq e thjesht. Dhe I shoqëroj me pak feta. Jo me gjithë kutin, jo, me pak. Është gati edhe smoothie jon, mirë që bëra kaq, sepse kur bëj më shumë se kaq, nuk e pi, e lej gjysmën, gjithmonë. Prandaj, kësaj radhe, të paktën e bëra fix sa duheshe, ta provoj një, apo do ma prish shijen. Nuk e kam provuar deri tani, se them kjo është e ëmbël, edhe pastaj nuk do më hajt veza. Kështu që do filloj me vezën, edhe pastaj do ta provoj, t'ju them edhe juve po doli e mirë apo jo. Ndërkohë që po haj, ChatGPT-ja më ka thënë të shkruaj idetë e ditës, do shkruaj idetë për Reels dhe TikTok që dua të filmoj, edhe pastaj më thotë që të kontrolloj kalendarin e postimeve. Unë personalisht nuk kam asnjë kalendar për asnjë postim. Kur dua të postoj. Nuk është gjëja më e mirë që mundem të bëj, se në përgjithësi është mirë për shembull të postosh të paktën një herë në 2 ditë. Unë nga ana tjetër nuk jam ky tipi, postoj në YouTube një herë në javë, pastaj nuk mundem të ri të merrem edhe me TikTokun, edhe me Instagramin, edhe me çdo rrjete social, edhe të jem fokus atje, çdo 2 ditë ose çdo ditë të postoj. Nuk mundem. Postoj kur kam unë qef. Okej. Por do shkruaj idetë mia për Reels dhe TikTok që dua të bëj. Kam parë disa trende. Në përgjithësi mundohem të ndjek pak trendet në TikTok për shembull që të bëjnë pak virale videot. Nuk ja dal gjithmonë. Sepse ndihem që nuk jam mësuar me TikTokun edhe nuk di fix as si të filmoj TikTok, as si të flas në TikTok, as nuk jam mësuar se në TikTok janë videot shumë të shpejta, shumë të vogla, duhet çdo gjë që thua ta thuash shumë shpejt edhe
me më shumë, domethënë, entuziazm ose surprizë, ose ti japësh një emocion që në fillimin e videos që ta mbaj tjetrin. Unë jam mësuar me YouTube-in, që në YouTube dua të them diçka edhe mundem të flas edhe 3 orë për atë temën që dua të kap, për shembull. Në TikTok nuk e bëj dot, se bëj të mërzitshme, edhe njerëzit janë mësuar të shikojnë, domethënë, video shumë të shpejta. Kaluan 5 sekonda, e hoqa, te tjetra, edhe unë shumë herë mund të shikoj një video që mund edhe të më pëlqejë videoja që shikoj, po thjesht mund të jetë shumë e gjatë edhe fokusi im ikën që atje, edhe thjesht e kaloj, edhe pse nuk desha, e kaloj pa e kuptuar. Prandaj edhe fëmijët e sotshme kanë shumë probleme të fokusohen në mësime, të fokusohen për shumë orë te diçka, sepse jemi mësuar me këtë ritmin. Re, ka dalë shumë e mirë. Nuk e di, po do mundem ta pi të gjithën me pips. Të duhet edhe do një look. Është mpiksur pak, po shumë e mirë. Përtoj ta bëj çdo mëngjes. Se përtoj procedurën të ri të pres fruta, të riti vetë të gjitha në mikser. Por juve po kini oreks, unë do e sugjeroj, është vërtet shumë e mirë. Është si akullore, sepse kam vënë edhe ato fruta të ngrira. Është edhe ftohtë, është si akullore pa sheqer, akullore e shëndetshme, e kuptoni? Po shumë e mirë. Edhe tani programi im thot regjistrim Reels edhe TikTok. Kombino ide të reja me trende aktuale edhe shfrytëzo ditën natyrale. Golden hour nëse xhiron brenda. Kështu që duhet të luajm pak, të bëjmë gati që të xhiroj ndonjë TikTok ose ndonjë Reel, por thjesht iku dielli. E mbani mend çfarë që ju thash që ka diell, ka një ditë të bukur sot, haha. Mbaroi. Kaq ishte, kishte pak diell në mëngjes, tani është koha e vrentur, gjithë qielli është mbushur me re, nuk e di po do bie shi apo jo. Edhe ma prishi shumë psikologjin, por do vazhdoj. Do bëjmë gati, do xhiroj ndonjë video, edhe pse nuk kam dritë mirë. Okej. Që thonit, ju them të rejat e mia tani që po bëhem gati dhe kam pak kohë t'ju flas. Para disa ditëve vajta bëra laser, laseri që heqën qimet, atë laser, edhe kisha diku te një vit e ca që nuk kisha bërë. Unë kisha filluar laser kur isha akoma në gjimnas, që të kuptoni juve sa vite kisha që bëja, edhe me laserin me kishin thënë që mund të duhet të bësh 8 ose 10 herë që të ikën fare qimet te trupi jot. Haha. Ishte një gënjeshtër. Laseri më duket që është një procedurë që nuk mbaron kur. Mund të kesh më pak se sa kishe në fillim, qime në trup, por po ndalove, po nuk bëre, domethënë, unë që nuk bëra për një vit, për shembull, më dolën prap, si që kisha. Edhe kam kuptuar që thjesht duhet të bësh laser 10 herë rjesht, edhe pastaj duhet diku te 2-3 hajde 4 herë në vit ta mbash. Të shkosh pastaj çdo herë që do të dalin disa qime të reja, të shkosh ti bësh edhe ato me laser që të mbash rezultatin. Tani nuk e di po ndryshon në çdo njeri, po dikush ka për laser 10 herë edhe nuk kanë nxjerrë më qime në trup, por nga eksperienca ime edhe nga eksperienca e gocave që kam dëgjuar rreth e rrotull, do me thënë shoqe, kushurira, këtë janë di, të gjitha më kanë thënë që nuk mundesh ta lesh fare, po e le të len, e kuptoni? Duhet ta mirëmbash. Dhe arsyeja që fillova prap është sepse vërtet kur bën laser, njerë po afrohet behari, edhe do duhet të ruesha çdo 3 ose 4 ditë, që është diçka që e urej. Nuk dua të kaloj këtë procedurën, desha të kem një rezultat të paktën një muaj. Do me thënë, kur shkon me bën laser të paktën për një muaj, nuk ke gjë. Edhe thjesht desha të ndaj me ju, sepse edhe unë kur isha me vogël besoja që do ikën për gjithmonë, po jo, nuk ekziston kjo. Është shumë e vështirë të jesh vajzë, vërtet shumë e vështirë. Kam mbyllur apuntament, shkoj të heq edhe vetullat të hënën, si kam e shikoni sa shumë më kanë dalë, tepër shumë. Kam arritur
arritur në një fazë që nuk mundem të shikoj më. Po ç'të bëj, se unë kur I heq vetullat, I shkatroj, I kisha holluar njerë, I kisha bërë fare të holla, nuk më pëlqenin fare, edhe thjesht prisja kur do rriten prap që të shkoj të mi heq një profesioniste. Vajzat duhet çdo muaj të shkojnë për laser, të heqin vetullat, të bëjnë sonjt, të bëjnë flokët po I ke të lyera, për shembull, të bëjnë qerpikët. Vajzat vuajnë në këtë jetë. Kam filluar me xhirimet e TikTokve. Ndrova pak bluzën, se nuk më pëlqente aq shumë ajo tjetra që kisha. Kam filmuar deri tani 3 TikTok këtu te krevati. Kam hedhur gjithë palltot që I kisha të varur atje që të mos duke në video, edhe tani se kuptova që dukeshin të gjitha në video. Po e dini ç'a, nuk më intereson. TikTok është kush do ta vere, këto ndërkohë I kam jashtë, I kam atje te derat varura, që I kisha vënë në Vinted, edhe kisha nxjerr foto e këtej andej, edhe thjesht ka ndendur atje jashtë, sepse e vërtet është që më është mbushur dollapi, kështu që po do një njeri të shkoj të shikoj në Vinted të marr, po jap këtë këtu peliçen, e cila është shumë e bukur. Edhe kam veshur edhe shumë, e kam përdorur, më pëlqen shumë, është shumë e butkë, edhe nuk ka as edhe një gjë, domethënë asnjë defekt. Thjesht, më mori motra peliçe të tjera edhe duhet të heq këtë që të nxejnë ato të tjerat. Kështu që po e doni, e kam vënë te Vinted. Plus, kam vënë te Vinted edhe këtë pallton, të cilën po e mbani mend e kisha veshur një vit rresht. Do me thënë, me çdo outfit vishja këtë pallton se është një pallto I gjatë deri poshtë, është pak oversized, edhe është stil vintage. Jo stil, është vintage, e ka marrë në të përdorurat në Itali, edhe kisha bler valixhe që ta marrë nga Italia ta sill në Athinë, kaq shumë I kishte pëlqyer. Ka material shumë të mirë, është e trashë, të mban ngrohtë. Thjesht tani unë kam marrë pallto tjetër të zezë, edhe veç vetëm atë, kështu që them kot ta mbaj edhe këtë në dollapin tim me që nuk e vesh, të paktën ta përdor një njeri tjetër që mund vërtet ta doj. Kaq, shumë po flas unë, çka më ka kapur tani? Tani jam te faza që e kam energjinë këtu lart. Këtu është pika e energjisë time. Pastaj do bie, jam e sigurt. Sa mbarova me kontentin, tani po mundem të mbledh pak dhomën, edhe I tregova në TikTok, po thash, për ju që mund të mos më ndiqni në TikTok, t'ja tregoj edhe këtu, sepse jam shumë e gëzuar për këtë blerje. Ka marrë këto takat, të cilat janë, ere nuk janë shumë të bukura. Më thoni se unë jam gëzuar shumë për këtë blerje që kam bërë. Kanë këtë lule e para, që adhuroj, ka dalë tepër shumë në mod, edhe I ka marrë nga Shein, edhe I ka marrë 10 euro. Nuk I kam veshur ndonjëherë, se tani sa më arritën janë edhe më për behar këto. Kështu që nuk e di t'ju them po janë të rehatshme në këmbë, në ecje këtej andej, por ndihem që këto takat mund të çojnë një outfit të thjeshtë në një nivel tjetër. Edhe morë edhe këtë çantën nga Shein, e cila është për palestër, se mi kishit shkruar shumë nga ju më shanit këtej andej ku shkon me atë çantën në palestër, mua ndërkohë nuk më interesonte fare. Sidomos te palestra që shkoja unë, nuk ishte këmbrobi brenda. Barabart edhe më shumë njerëz të kishte, prap nuk më intereson se thjesht vej gjërat brenda të palestrës edhe e kthej prap në shtëpi. E gjeta këtë, edhe më duket ishte me ulje, edhe është më e madhe. Edhe për këtë arsye e mora më shumë, sepse nxej brenda më shumë gjëra, edhe mendova që edhe për një udhëtim mund të më duhet. Edhe është edhe cutesy, baby pink. Edhe morë edhe këto unazat, të cilat jam e sigurt që do më shani në komente, do më thoni po, ku I gjete këto, që I more këto unazat gjigante. Po, t'ju them diçka. Këto unazat më pëlqejnë. Më shan mami, më thot ku do t'i veshësh këto, dukesh shumë keq. Unë një pasion kam në jetë. Këto unazat gjigante, varset gjigante që bëjnë bam, do me thënë, në përgjithësi. Te stilim, për shembull, te rrobat e mia, jam shumë e thjeshtë. Do vesh rroba të zeza, kafe, bezh, të bardha, kaq. Kurse mbyzylykët duhet të luaj pak. Unë flas vetë tani se po mendoj ç'a mund të më shkruani juve në komente, edhe po ju përgjigjem para se të më shkruani. Kështu që po ishe gati të hysh në komente edhe të më shash për unazat që mora të reja, mos e bëj. Ose bëje, s'ka gjë, nuk më intereson se barabart, po më komentove, videoja ime do hec më shumë. Kështu që më komento. Më shani, s'ka gjë, më shani.
Jam ullur prap këtu të skrivania ime, sepse programi ka montim dhe postim. Do i montoj në TikTok-ët që filmova tani. Kam 19% baterit e kamera. Nuk e karikova dje në dark. Edhe ndërkohë vajta 2 sekonda në kuzhinë, nxora mish pule, sepse mbas editimit që do bëj, duhet të gatuajmë prap për drek kësaj radhe. Më nuk më hajt fare, por ç'a të bëjmë tani? Kështu më thot ChatGPT-ja që të haj, do haj. Tani ç'a të bëjmë? Edhe vajta nxora mish pule nga ngrirja që të mundem ta gatuaj pastaj. Nice. Bukur. Flasim për pak sa të mbaroj me editimin. 2 hours later. Tani, unë e kisha nxjerr mishpullen, po nuk jam e sigurt po është shkrir. Do i ve brenda në air fryer, bashkë me pak vaj, edhe me pak krip, kaq. Edhe po mendoj tani që po t'jenë të ngrira akoma. Thjesht do i le pak orë më shumë në air fryer. Zjodhe të bëj mishpule sepse ChatGPT më shkrojti që duhet të haj një drek të balansuar që ka brenda proteina, karbo edhe perime. Prandaj zjodhe për protein mishpullen, do bëj edhe makarona për karbo, edhe do pres edhe do një domatka edhe një kastravecka. Perimet. Po, është ngrir akoma edhe ma kishte prer babit sopka të vogla kur ma kishte vënë në frigorifer. Po mundem t'i ndaj. Më thanë duart. Me që po pres të bet mishi, them t'ju tregoj blerjet e reja për këtë shpinë. Vajta prap me mamin, unë nuk isha faj, mami thjesht më morë në telefon, më thot hajde më merr nga puna, e pastaj hajde të shkojmë edhe një xhiro deri në Jus. Kisha parë disa perdhe mami që deshet marr për dhomën e vet, që kishin dalë me ulje, por si gjithmonë neve shkojmë edhe nuk marrim veç atë që kemi parë. Marrim edhe gjëra tjera kot më kot. Mami premtovi që këto ishin blerjet e fundit për këtë muaj. Të filloj me perdhet për të cilat vajti mami. Mori këtu, të cilat janë perdhe të bardha. Ky materiali shumë më pëlqen mua. Është si tip linopolinuj trash. Nuk e di po e shpjegoj mirë. Më duket i morëm 16 euro copën, se ka një copë këtu brenda, po morëm 2 copane për të dyja anët. Pastaj mora unë diçka për dhomën time, tu çarçafet e këto që shtroj. Kam të gjitha të bardha. Edhe desha të marr edhe një ngjyrë tjetër që ta ndryshoj ndonjëherë. Edhe sa pash këtë, më pëlqevi tepër shumë. Shikoni, ka këto vijat, kështu, edhe ngjajnë si tip bizhame. Edhe është fix vibe që më pëlqen për dhomën time, ja si duket. Klëf për 2 jashtëkët edhe klëf për jorganin. Edhe besoj të duket shumë cute. Pastaj kemi këtë, e cila është që ta vesh në mur, edhe pastaj e ve perdhen këtu brenda që ta mbajt. Të mbajt kështu në anë, do me thënë perdhja. Është mbajtse perdheve. Perdesh. Pastaj mami mori një vazo, më duket do të ve bambu, të cilat i kanë një vazo tjetër, edhe deshte ta ndronte, se deshte më të gjatë, më të holl, diçka të ktill, edhe përfundimisht mami mori edhe këtë, të cilën e pa në momentin e fundit, bën edhe 10 euro me ulje, nga 12,5. Po, qa super ulje, super oferte. Mami më duket thjesht e pa që ishte verdh, edhe mami kur shikon të verdhe edhe me ulje, i bën një ding të koka, që këtë duhet ta marrësh patjetër, e do se do, mere. Është që ta vesh poshtë, edhe lart kësaj të vesh një vazo, ta ngrej më lart, t'i jap gjatësi vazos që do vesh këtu. E bukur, është cute, nuk e di ku do i ve thjesht të gjitha këto mami. Nuk kemi vend në këtë shtëpi, nuk kemi vend të hecim. Po, okej. Edhe ka që ishin blerjet tona nga Jusku. Shpresoj të mos ju tregoj edhe gjëra të tjera javën tjetër, se do na vras babi. Tani ka rënë energjia, duhet fleqju. Por, ChatGPT-ja nuk më kanë vënë gjumë deri tani në program, kështu që do vazhdojmë me aktivitet relaksues. Ko për veçzhvillimin, mëso ndonjë aftësi të re, editing, storytelling, ose ndonjë hobi që të mbush kreativitisht. Për lexim, nuk kam ndonjë libër të re që të marr të lexoj. Tani të mësoj aftësi të re, do ishte një ide e mirë, po të kish energji. Tani që më ka rënë energjia, nuk do e bëj. Kështu që do zgjedh hobin që më mbush kreativitet.
aktivitisht. Besoj e dini që tani që do bëj. Do vizatojmë, jo, do ngjyrosim. Marim librushkan, marim edhe këto. Do vazhdoj këtë, të cilën e kam lënë në mes, edhe do bëj edhe do një podcast të dëgjoj ndërkohë që ngjyros, apo muzikë, apo podcast, apo podcast. Mbarova me pikturën, po ngjyrosja, disi kështu doli. Nuk më pëlqen si ka dalë, se nuk kam ngjyra, kam veç këto, edhe nuk dele bukur, po s'ka që. Edhe këtu po flas me motrën. Erdha në kuzhinë, sepse ka erdhur ora e darkës. ChatGPT-ja më ka shkruar që duhet të haj një darkë të lehtë, edhe nuk jam vetë. Kam edhe mamin nga ana tjetër e babin që po gatuajnë. Jo, mami po la nenet, babi ka filluar me gatimin, sepse ç'a do bën juve? Mish deri ko keni sot të skuqur me qenë. Mish deri ko keni sot të skuqur. Që unë nuk do e haj, sepse duhet haj sallatë, se ChatGPT-ja foli. Më tha një darkë të lehtë. Tani mishi nuk është edhe shumë darkë i lehtë, me sa di unë. Mishi deri i lehtë. Me mishi deri i lehtë. Ai mishi të Ndërkohë u ndrova, sepse që parë kisha veshur unë ato të bardhat, tutat, lart e poshtë. Por ja që unë nuk jam njeri që mundem të mbaj kollaj rrobat bardhat, se i bëra të dyja me salcë. Salcën e makaronave që ngrën çfarë me salcë të dyja. I vura për të larë, u ndrova tani. Do nxjerr pak marule, pak roka, pak domatka të vogla, do zgjidh edhe pak vezë. Bashkë me darkën, ChatGPT-ja më ka shkruar që të kaloj kohë me të dashurit ose vetëm për qetësi. Unë do kaloj kohë me të dashurit. Do i kombinoj gatimin edhe kohë bashkë me prindrit. Por mamin nuk mundem ta përqafoj, të shkoj t'i jap dhe një puthje, sepse mami është e smur sot. U kthe nga puna, më tha, më ka zënë gripi. Thash, super, po mundem t'i ri pak larg që të mos më ngjisi, sepse kemi edhe pushime tani këtë javë. Kemi bashkët, nuk do të smurem. Jam larg, kam vënë kremrat e mia, hëngra buk, edhe gjëja e fundit që më ka shkruar ChatGPT për këtë ditën është qetësi dhe përgatitje për gjumë, meditim ose frymarrje e thellë. Plus, largimin nga ekranet për 30 me 45 minuta. Kjo është diçka shumë e rëndë. Unë çdo herë para se të flej gjumë, rishikoj TikTok derisa të më mbyllen syt edhe pastaj flej gjumë. E vërteta është që kjo që bëj nuk është gjë e mirë. Normalisht do duhesh gjithmonë të flija pa ekrane, por do mundem ta bëj sot. Pastrim personal, që këtë e bëra, edhe gjumë nga ora 10:10:30. Ora tani është 10. Kështu që nga ora 10:30 besoj do flej gjumë. Do ri pak tani të bëj meditimin tim. Jo të votale. Besoj që do ta fik që tani këtë video, që të largoj edhe telefonin, të largoj edhe laptopin, të ri pak vetë në krevat, edhe pastaj të flej gjumë. T'ju them të drejtën, nuk ishte kaq i keq ky si challenge që i bëra vetes time, sepse më pëlqevi rutina që më krijovi ChatGPT-ja, mund ta bëj edhe ditë tjetër, edhe kaq nga unë, po keni arritur deri në këtë pikë, dua të më lini poshtë një zemër të bardhë. Edhe diku këtu unë do ju le, edhe ne do shihemi te video radhës.